Momenti rrallë nga Angjelusha, dark familjare që po komentohet në rrjet. Angjelusha, një nga emrat më të dashur të muzikës shqiptare, ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë nga jeta e saj private. Këngëtarja ka publikuar në Instagram një fotografi ku shfaqen bashkë vëllai i saj dhe bashkëshorti, teksa po shijojnë një mbrëmje darke në një ambient të ngrohtë dhe elegant. Në imazh, të dy duken të buzëqeshur dhe mjaft të relaksuar, ndërsa atmosfera e restorantit, me ndriçim të butë dhe ambient familjar, e bën skenën edhe më intime. Angjelusha ka zgjedhur të mos shtojë shumë fjalë, por fotografia flet vetë, harmoni, respekt dhe raport i afërt mes dy figurave më të rëndësishme në jetën e saj. Ky postim është konsideruar nga ndjekësit si një moment i rrallë, pasi këngëtarja zakonisht ruan me kujdes jetën private dhe nuk publikon shpesh pamje kaq personale. Komentet kanë qenë të shumta, me fansat që kanë vlerësuar lidhjen e fortë familjare dhe energjinë pozitive që transmeton fotografia. Duket se për Angjelushën, familja mbetet prioritet absolut dhe kjo dark e përbashkët është dëshmi e një raporti të shëndetshëm dhe të konsoliduar mes njerëzve të saj më të afërt. Një mbrëmje e thjeshtë, por me shumë domethënie.